Cilët dëshirojnë Jena një kom vlo, a e di që shë kam pitë që ditë vlo jem. Nga jemi? Unë të jonë si jam vlo, a pe e din që shë kam pitë e ditë o vlo jem. Ku për mu vlo? Ku që zjena një kom, Shqipni, Kosovë, i kom jena vlo. Pra ka qytetarë të cilët ne do mundohemi për të marrë edhe përshtypjet e tyre, mendimet e tyre se jo vetëm se kush është qëllimi, pasi qëllimi i këtij manifestimi tani më dihet nga të gjithë dhe është mbështetja për ushtrinë shtirimtare të Kosovës. A mund ta dim nga keni ardhur dhe cili është thirrja juaj për gjykatën speciale? Na kemi ardhur nga Gjilani. Thirrja jonë për gjykatën speciale është të lirojnë bitë e shqiptarisë për ndryshe na i llogarisim Evropën anë mik të shqiptarëve. Anë miq ishin edhe anë miq i llogarisim edhe sot, se ajo përfaqësuesja e Evropës, ku erdhi atje edhe në Kosovë, ajo deshke me kallëzu drejtësi në pika e parë, u deshke me kallëzu drejtësinë për ata që lirimtarët në Hagë atje, për Hashimin, Kadrin, Jakupin, tjerët atë, edhe Recep Selimin. Ata e bojnë pa drejtësinë më të madhe Evropa e bën ndaj shqiptarëve. E ka bërë gjithherë, po e bën edhe sot. Edhe kur asnjëherë nuk kam respekt për ta. Katerina, janë sigurisht qytetarë të cilët janë edhe të revoltuar me bashkësinë ndërkombëtare, ndërkohë që do mundohemi sigurisht për të marrë edhe zëra të tjera për këtë manifestim që mbahet, duhet theksuar për herë të parë në Tiranë. Ka pasur 24 orët e fundit një polemik mes kryeministrit të vendit, është një vogëlushë këtu e veshur me rrobat e ushtrisë shtirimtare të Kosovës dhe ndërkohë do të mundohemi ta marrim edhe të tjerë zërat, ashtu siç e theksova, pra kryesisht janë shqiptarë të Kosovës që kanë arritur në shesh, ndërkohë që minutë pas minute pritet që sheshi të mbushet. Përshëndetje, nga keni ardhur dhe cila është thirrja juaj për gjykatën speciale në Hagë? Prej komunës Klinës, tash po dihet se gjykata speciale në Hagë është një gjykatë e krijuar për mi dënu Çeken. E kjo do të mund të ndalu sa më shpejt që të mundet. Keni shpresë për drejtësi, duke qenë se dhe procesi është duke shkuar drejt fundit, shpresoni që ata që janë të paraburgosur prej gati më shumë se 4 vitesh tani më do të jenë shpejt të lirë? Nëse ka drejtësi, sigur do të jenë të lirë, se akta akuza ju ka rënë, nuk kanë diçka për menajt atje. Është për më që ditë që barrin paraburgim ka shumë vite, s'ka ndodhur alarm në historitë botës. Po, me si kem qeverit korruptune, e janë më shumë mërës, atëherë ta pionimojnë pak më shumë për me majtë atje, se kur të vinë ata, sigur që Kosova ecë përpara, se për momentin është blloku krejt. Katerina, jemi edhe një live pra nga sheshi Skënderbej, ku tani më qytetarët kanë nisur të garë. Do mundohemi të marrim edhe disa të rinj të cilët janë bashkuar këtij manifestimi me rroba të ushtrisë shtirimtare të Kosovës. Përshëndetje, nga vini dhe cila është thirrja juaj edhe si të rinj ndaj gjykatës speciale? Vina prej Drenicës saktësisht. Dëshira jonë është vetëm me liru luftëtarët e lirisë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, si dhe ushtarë tjerë të lirisë të Kosovës, që janë padrejtësisht burgosur. Që nga Drenica besoj që keni edhe një ndjenjë më të thellë të dashurisë për ushtrinë shtirimtare. Ndaj keni veshur dhe veshjet e ushtrisë? Po, sigurisht. Përndryshe kjo është ndresa prindrit, dëshmor, edhe jam shumë krenar që vesh këtë uniformë. Pra veshja për ta sqaruar dhe për teleshikuesit, që është një moment emocional sigurisht, pra veshja që keni veshur tani është e prindit tënë që e ke dëshmor në luftën e fundit në Kosovë. Sigurisht, jam krenar për këtë sanët. Faleminderit. Katerina, pra ishim me një të ri i cili ka veshur veshjen e babait të tij, i cili ka rënë dëshmor në luftën e fundit dhe ka ardhur pikërisht në këtë manifestim për të marrë pjesë ditën e sotme në këtë. Janë qytetarë të tjerë
Përshëndetje, nga vini dhe cila është thirrja juaj për gjykatën Na speciale? vim sot nga Drenica, edhe bëjmë protest për lirimin e Hashim Thoqit, kështu që jemi dalë me bashkëluftar sot të protestojmë rreth kësaj proteste. A keni ndjekur nga televizori procesin ndaj Thaqit, Veselit dhe të tjerëve dhe si ju është dukur deri në këto momente? Kemi ndjekur pak a shumë, po është fjala që ata shpejt të lirohen. A mendon që Kosova dhe Shqipëria mund bëjnë më shumë për ata që janë të parapërkueshëm? Po mujnë bënë që se bashkumi gjithë, së bashku, edhe kështu që besoj që vjen dhe të liria atyne. S'ka pse. Pra në sheshin Skënderbej Katerina ka nisur dhe çdo minutë që kalon sigurisht qytetarët janë të shumt nga të gjithë trevat shqiptare, nga Shqipëria,